Lagja e Rilindja në Vlorë vijon me ritme puna për investimin e rëndësishëm të rehabilitimit të infrastrukturës, një investim i Bashkisë së Vlorës. Çdo ditë në këtë zonë po punohet për të respektuar afatin 4 muaj kohe, në të cilën duhet të përfundojë gjithë investimi. Kemi të bëjmë me rikualifikimin e bllokut të banimit që kufizohet nga rrugët Riza Salati, Hasan Kushta, Misto Mile dhe bulevardi Gjesh Kastrioti. E ndërsa përshëndetin këtë investim të shumë pritur, i vetmi shqetësim për banorët e zonës janë punimet që po zhvillohen tek këndi sportiv, ku ky i fundit sikundër po ndiqni nga pamjet është gryer. Banorët kërkojnë nga Bashkia e Vlorës dhe nga firma që po zbaton këtë projekt që të mos ndryshojë destinacionin e këndit sportiv, pasi ky i fundit duhet të qëndrojë sikundër është destinuar për të qenë në dispozicion të fëmijëve dhe të rinjve në këtë lagje. Vlora ka shumë nevojë për kënde sportive në shumë lagje të shkatëruara, të amortizuara dhe pa asnjë lloj mirëmbajtjeje, duke u kthyer nga hapësira të dedikuara për sport e argëtim në zona të braktisura dhe shpesh të rrezikshme. Këto kushte jo vetëm që dekurajojnë të rinjtë të merren me sport, por në shumë raste përbëjnë edhe rrezik për sigurinë e tyre fizike. Kështu që të paktën këto ambiente që kemi duhet i ruajmë. Banorët e lagjes Rilindja shprehen të shqetësuar se fëmijët e tyre nuk kanë ku të luajnë apo të ushtrojnë aktivitete sportive pranë banesave. Duke u detyruar ose të qëndrojnë në shtëpi, ndaj kërkojnë që ky kënd sportiv të qëndrojë i tillë dhe në të investohet për ta bërë funksional. Mungesa e këtyre hapësirave ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës dhe në zhvillimin social të komunitetit. Këndet sportive janë një pjesë e rëndësishme e infrastrukturës urbane dhe një investim afatgjatë për shëndetin e brezit të ri. Ato ndihmojnë jo vetëm në përmirësimin e gjendjes fizike të fëmijëve dhe të rinjve, por edhe në forcimin e lidhjeve sociale dhe në largimin e tyre nga fenomen negativ. Për këtë arsye, kërkohet që Bashkia e Vlorës të kthejë më shumë vëmendje drejt këtyre problematikave, duke hartuar projekte konkrete për rikonstruktim, rehabilitim dhe mirëmbajtjen e këndeve sportive në të gjitha lagjet e qytetit. Ashtu sikundër është edhe ky ambient në lagjen Rilindja.